Shiko, kombet që kemi për rreth, nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Për të mos rënë në sy, për të mos u parë si genocid, si vrasje organizuar shtetërore, nxiuani jetën shqiptarëve. Bëjoni jetën në mënyrë të tillë që të largohen, po pse? Sepse ky vend, trojet shqiptare duhet zbrazen dhe duhet popullohen me njerëzit që elita botërore ka menduar se këtu duhet vinë. Jo sostaj që shqiptarët trajtohen kaq poshtërsisht, edhe për faktin sepse Shqipëria, Kosova, Malizi, ku ka shqiptar, Maqedonia, ka pasuri prallore dhe mënyra më e mirë që ti zhvatësh një komb, zhvatësh njerëzit, banorët e një kombi të caktuar, është që ti rënosh ekonomikisht, ti lësh në padjeni të pasurive të tyre, dhe kështu që ke më të lehtë pastaj që ti zhvatësh ata. Po pse? Cila është arsyevja? Pra vidhe një komb, shkatroje, zhvate, shtrydhe deri në palc, largoja banorët nga ky vend dhe pasandaj populloje me njerëzit që ti do. Njerisht shqiptarët nuk kanë arritur ta kuptojnë një gjë të tillë. Nuk duan ta kuptojnë. Dhe s'kan për ta kuptuar dhe do të vazhdojnë problemet. Shqiptarët kanë një problem të madh, nuk arrin të kuptojnë që ata që votojnë nuk mbrojnë dhe nuk përfaqësojnë interesat e tyre në parlament. Se po t'ishte kështu, atëherë si ka mundësi që të gjitha ato premtime, zotime të jashtëzakonshme që këta politikanë që më vonë na bëjnë deputete, ministra, kryeministra, zëvendës kryeministra, president, i shkelin me njëherë, vazhdojnë me agjendën, me planin e tyre të fëlliqur për shkatrimin e këtij kombi. Rjeta kur nuk ka qenë kaq e vështirë, kaq pesimiste, kaq pa shpresë nga 92-shi e këtej. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse Shqipëria nuk ka pasuri që të mbështesë begatin dhe lulëzimin e njerëzve të vet. Ka, por sepse ata që këta njerëz votojnë janë persona të cilët janë të rekrutuar për kohësh nga shërbimet e fsheta dhe kanë planin e nxirjes së jetës së shqiptarëve, e largimit të shqiptarëve. Dini ju sa shqiptar ka me miliona që janë larguar, po kanë ikur me një emigracion, me një largim të frikshëm. Kjo s'ka ndodhur për shumë për serbët, s'ka ndodhur për maqedonasit, s'ka ndodhur për slovenët, kroatët, as për kosovarët, po ne kemi parë të merre. Një pyetje, pse duhet vuajmë kaq shumë? Përse? Se nuk sundon populli, sundon llumi. Shohim që është investuar jashtëzakonisht shumë për antivlerën. Kudo që të shkosh, në poste drejtuese, në vendet e mira me rroga të mira të majme, nuk ka njerëz të aftë, njerëz të ndershëm. Po ka antivlera. Pse? Dhe kjo është e qëllimshme. Vërnë në krye të pushtetit njerëz pa vlerë, pa dinjitet, njerëz të fëlliqur, jashtë e kombit. Dhe kështu ti do t'u pamundsosh pjesës së shëndosh për të qëndruar këtu. Njerëzit gjërat kështu po shkojnë. Këtu po mbyllen rubinetat për çdo gjë. Po mbyllen. E kjo është e dhimbshme, është e frikshme, është e tmerrshme dhe në pak vjet keni për të parë që Shqipëria ka për të zbrazur. Shqiptarët po marrin arratin. Dhe është një plan i mirë menduar deri në udhësit më të vogla. Shkon polici të drejtën se gjen. Shkon gjykat, ke një problem, pse gjen ti të drejtën i jepet fajtorit. Ti që ke drejt, ti që duhet ngresh zërin për drejtën tënde, për të mbrojtur ligjshmërinë tënde, ti kërcënohesh. Kështu kështu po ndodhin gjërat në këtë vend. Mendon që Shqipëria mbas disa vitesh do boshatiset? Unë mendoj që po. Dhe nëse nuk do të arrijnë ta boshatisin me ato ritme që këta mendojnë, mos harroni se do t'ja gjejnë nëpërmjet viruseve të ndryshme, do hedhin sëmundje nga ajri, nëpërmjet avionëve, si që shqiptarët ikin, do ta helmojnë ujin, sikurse e kemi të helmuar edhe sot. Pra, po bëhet çdo gjë për t'i larguar shqiptarët nga Shqipëria. Po bëhet çdo gjë për të hequr ajkën, elitën e këtij kombi. Pse? Kush e drejton popullin? Po e drejton elita ajka. Po këta nuk duan ta drejtojë elita ajka, njerëzit vërtet adetar, njerëzit që duan t'japin për këtë komb. Po duan ta drejtojnë njerëz ata që mendojnë ata. Po nuk mund ta drejtojnë popullin jashtëqitjet, se jashtëqitja nuk është për drejtim. Jashtëqitja e ka vendin VC.